fort e nderuar Presidente e Republikës Kosovës, e dashur Vjosa, i dashur Benet, të nderuar qytetarë të Shkodrës, krerë të komuniteteve fetare, artistë, sportistë, si tha dhe Presidentja se këtu ka shumë, gjithë ata që na janë bashkuar sot në këtë mbrëmje, po bie pak shi, po siç themi ne këtu e kudo ku ka shqiptar, shiu është mirësi. Ashtu si ju ndihem thellësisht e nderuar që çelim bashkë të sofër në Shkodrën që mi gjeni e përshkruante qytetin e arnuar me fosile mitesh, ngritur gur mbi sytë e bukur të një gruaje nga koha e pellazgëve hynor. Që në kryet herës, por sot më shumë se kur më parë, Shkodra qëndron si një simbol i pathyeshëm i unitetit, i mikpritjes, i bashkimit kombëtar, si një urë që lidh të gjithë shqiptarët kudo në botë. Sofra e shkodranit dhe e shqiptarit i përket mikut dhe asnjë shprehje nuk e rrok dot më fort shpirtin ton të mikpritjes. Vetëse ju, e nderuar Vjos, në këtë qytet vërtet jeni mike, por jo mysafire, sepse ju ashtu si të gjithë bashkombasit tuaj, vëllezërit të njëjtit gjak, këtu jeni në shtëpinë tuaj. Të dy vendet tona, të dyja qeveritë tona, duke bazuar politikbërjen mbi realitetin e një toke, popullin e një ëndre dhe dëshirat e përbashkëta, kanë transformuar kufirin ton nga një hendek ndarës në një urë bashkëpunimi, që prej takimit përbashkët të dy qeverive tona në Prizren në vitin 2014, 180 marrëveshje kanë isocializuar bashkëpunimin tonë në çdo fushë, por nuk mjaftojnë. Më shumë duhet bëjmë që të afrohemi në të gjitha pikpamjet dhe t'i realizojmë e t'i materializojmë këto marrëdhënie. 28 nëntori i gjergjit ton të madh, dita e pavarësisë dhe flamurit ton të shenjtë, si dhe një përkim fatlum edhe ditëlindja e Adem Jasharit, duhet jenë jo vetëm një ditë feste, por dhe një ditë e fuqishme reflektimi për gjithçka mund të bëjmë dhe më shumë. Duke nisur nga përfundimi i projektit për krijimin e një tregu ekonomik të lirë mbar shqiptar, për të hequr edhe barierat e fundit të mbetura. Megjithatë, hapësira për të rritur më tej mbetet e madhe. Kemi një autostradë që na lidh, kemi një autostradë energjetike që na bashkon, duhet kemi edhe një rrugë të çelikt që në mënyrë të pasgjithshme lidh dy kryeqytetet e shqiptarëve dhe qytetet tona. Projekti i hekurudhës Durrës, Prizren, Prishtinë është një projekt që në dekadën e ardhshme duhet të shndrohet në një realitet të madh. Dhe ky është një projekt për cilin ne shumë kemi punuar, kemi dëshiruar, po sot besoj është koha për ta bërë realitet. Ajo hekurudhë së bashku me rrugët që mund të lidhin edhe qendra tradicionalisht të lidhura shqiptare, siç ka qenë Shkodra dhe Gjakova, besoj janë një shenjë e mirë e mundësive të vërteta që ne të gjitha të patriotizëm që e kemi të vërtet, e kemi të natyrshëm, ta përkthejmë edhe në një dhe në shtete më të forta dhe në ekonomi më të forta për qytetarët tanë. Kemi projekte tjera që qëndrojnë tryezat tona dhe që duhet të konkretizohen për të gjitha arsyet. Në ekonomi, në arsim, në politik, në fushën sociale, në çdo aspekt mund të jemi më të fortë së bashku. Në këtë pikpamje më lejoni të shtoj se padyshim Shqipëria në këtë 28 nëntor qëndron qartë në krah tuaj. Dhe sot gjyqi në Hag, jo vetëm da ish krerëve të UÇK-s, por një gjyq që siç duket po nxjerr në tribun edhe vetë luftën e Kosovës, nuk mund të kthehet në një padrejtësi historike. Dhe viktima nuk mund të shndrohet padrejtësisht në agresor dhe agresori në viktim. Prandaj zotimi ynë në këtë 28 nëntor është që ta shndrojmë flamurin ton në flamurin e 28 që valvitet krenar në Bruksel. Për vete, për ne, por dhe për Kosovën që duhet
sa më shpejt të nisë bisedimet për antarësim, ku 2 flamujt tanë të 2 shteteve, po në fakt një kombi, t'jenë aty në atë tryezë, në atë familje natyrale ku ne përkasim. Sot jemi më pranë se kur përmbushjes së aspiratës mbarkombëtare të shqiptarëve, atyre që sot jetojnë në këtë moment, po dhe të gjithë paraardhësve tanë për të cilët dielli linte andej nga Perëndon. Për të bërë këtë realitet, këtë fill që lidh Vlorën me Shkodrën, me Prishtinën, me Brukselin, nuk mjafton vetëm kujtesa historike, krenaria apo emocionet e kësaj dite. Duhet vazhdoj me kokëforci rrugën e reformave, modernizimin e ekonomisë tonë, afrimin me standardet europiane, dhe është detyra jonë që ta përshpejtojmë këtë rrugtim, ta mbyllim sa më shpejt procesin e negociatave në mënyrë që sakrificat e brezave tanë, nga Ismail Qemali te Adem Jashari, të përkthehet në një të ardhme ku Shqipëria, së bashku me Kosovën e me të gjithë shqiptarët kudo në botë, të ecin krah për krah dhe krenar. Hija e rëndë e 150 vjetorit beslidhjes së Prizrenit, që po troket në derë në vitin 2028, një vit kyç në kalendarin ton të reformave, do t'jetë një shtysë e fuqishme për të ecur edhe më shpejt në rrugën ton të pakthyeshme evropiane. Kjo rrugë, siç na tregon historia, është shënjuar pasgjithshmërisht nga 3 ngjarje të mëdha. Nga ardhja e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, nga pavarësia e Shqipërisë dhe pavarësia e Kosovës. Le të punojmë pra së bashku në këtë 28 nëntor, që t'i shtojmë datat e shenjta e të mira të kombit ton dhe me një datë të katërt, atë të bashkimit mes vetes si 2 shtete në një hapësirë të përbashkët europiane. Faleminderit edhe një herë, i nderuar kryetar, i dashur Benet, që më bët pjesë të këtij eventi kaq domethënës, rrethuar me kaq shumë dashuri në këtë sofër dhe me kaq shumë krenari. Faleminderit Vjos që je këtu dhe për mesazhet e tua që janë gjithmonë emocionuese dhe të vërteta. Gëzuar gjithëve ditën e pavarësisë. Faleminderit shumë. Gëzuar Shkodër. Gëzuar Shqipëria dhe gëzuar gjithë shqiptarëve kudo ku ata jetojnë, se jam e sigurt që syt me 28 nëntor i kanë të gjithë nga Shqipëria. Faleminderit.